politike për Partinë Demokratike, sepse farsa e uzurpimit, ose uzurpimit, që s'mund të sa i uzurpuar ka që bëri tani Berisha, nuk ka. Nuk ka. E nisi si proces zgjedhor dhe përfundoi pastaj të mbushte mendjen shqiptarëve që në gjithë botën partitë më demokratike bëjnë votbesim dhe përfundoi votbesim. Dhe era në kontradikt me që falë që ndërpres me veten e tij që deri para ca vite shtoshte nuk ka zgjedhje më moniste se sa me një kandidat, dhe tani sa nuk ka zgjedhje më demokratike se sa me një kandidat. Se dhe është e rëndësishme. Jo vete ka thënë ta avokat. Po ta çojnë intervistën. Nuk e pse e çon sepse është fakt ky. Po, është fakt. Prandaj thash proces më qesharak, më goditës dhe më fundosësh për Partinë Demokratike, se sa kjo që ndodhi nuk ka ku të vejë. Po ka bërë edhe zgjedhjen e presidentit, votimin e presidentit në gjendjen e jashtëzakonshme, s'është herë e parë që i bën këto. I ka bërë në një habitat tjetër nga ky që është tani. Drejt këtij që po i bëre një analizë juridike proceseve, që ai një rrugë ka ndjekur, por tani unë kam thënë mbreti Lakuriq dhe mbreti ka dalë Lakuriq. Jo, kthehemi te lëvizja Saljanin pra. Po. Me radhë do t'i marr prendaja. Më qesharake unë ka ku të vejma. Çka do të thotë? Që Partinë Demokratike duhet ta shohim mirë në mënyrën se si e këndvështrojmë. Do ta shohim si parti apo do ta shohim si sekt. Unë kam kohë që po them sekt. Dhe ti të pretendosh që si me lëvizje politike, ndoshta populiste në maksimumin e vet, me mbledhjen e 500.000 vetave, do pretendosh që këtij sekti ti marrësh selin, ti marrësh ideologjin, kjo është gabim. Nuk e merr dot. Për të mos thënë që pastaj po u fute në pistat e debatit ligjor, është absolutisht e pamundur, e pa çfarë debati u bë për të marrë vulën e Bashës, sa arriti, u detyrua pastaj të kishte një vendimarrje politike gjykata. Pra ishte vendimarrje politike gjykatës. Ndërsa në plani procedural harroi që nuk është e pamundur. Okej, kthehemi tek lëvizja politike atë. Në këtë kuadër, gjithë kjo lëvizje që bën Saljani është lëvizje pozitive. Sepse gjithnjë më tepër po i tregon vendin një manipulatori historik. Tashmë i thash, mbreti Lakuriq ka dalë zbuluar para të gjithëve. Nëse para shumë vitesh ne thëmë që Berisha po e shkatron dhe ta zhduk Partinë Demokratike, tashmë është bërë fakt. Dhe është bërë fakt në mendjen e të gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Edhe ata që votuan e kanë bindje, por kjo lëvizje që bën Saljani së bashku me gjithë atë grup, që është një grup solid, i mirë dhe që janë realisht PD-ist, mund të funksionojë vetëm nëse fillon ristrukturohet si struktura re politike. Pra në një parti tjetër. Çdo tentativë që thotë unë do bëj lëvizje brenda Partisë Demokratike, nuk kuptoj ku do ta bësh brenda Partisë Demokratike. Okej. Sepse ti Këshillin Kombëtar nuk e ke, kryesi nuk e ke, po këto janë institucionet ligjore. E lejon statuti edhe. E lejon statuti. Kë? Lëvizja ndryshe brenda. Bëje po çfarë duash. Bëje. Nuk ta institucionalizon, sepse çdo lëvizje, është interesante kjo pra. Ju e shikoni me çaj vetëm te një parti tjetër. Duhet ta institucionalizojë institucioni i brendshëm. Pra me fjalë, statuti Berisha doli me fraksionet. Berisha doli me votën e lirë. Berisha doli me konkurrencën. Këto ishin tezat që goditi Bashën. Asnjëra prej tyre nuk ekzekutohet sot dhe nuk është absolutisht prezente. Pse? Se Berisha tha fraksionet janë ndryrje e Ramës, votë e lirë është maskaradë se vendet demokratike, Partitë Demokratike nuk bëj votë lirë, po bëjnë atë sarkazëm që u bë tani, dhe nëse do flasim pastaj për elemente të tjerë, çfarë ka bërë Berisha dhe mos harroj që ne kemi diskutuar që në fillim. Kur bëri listat e mbyllur për deputet, prodhoi nuklin e vet besuar në parlament. Kur bëri Këshillin Kombëtar së bashku me kryesinë, prodhoi atë eskortën e fuqishme të sektit. Po qëse ti do tentosh të futesh brenda këtyre institucioneve, se këto janë vendimarrëse. Një parti këto janë vendimarrje. Ti nuk futesh dot. Po su fute brenda tyre, le të lejoj sa të futi çfarë të duash, emërtimin e ke marr. Vet përjashtim thaj. E lejon statuti vet përjashtimin? Ja. Flas referendumin. E lejon statuti referendumin?